Qytetarët e Vlorës shprehin shqetësimet e tyre për mënyrën se si institucionet shtetërore dhe ato vendore ofrojnë shërbime ndaj publikut. Sipas tyre, zgjidhja e problemeve shpeshherë vonohet dhe kërkon më shumë kohë nga sa duhet, duke krijuar pa kënaqësi dhe lodhje tek qytetarët që presin përgjigje. Në opinionet e dhëna për televizionin 6+1 Vlora, qytetarët theksojnë se administrata duhet të jetë më e kujdesshme, më e përgjegjshme dhe më e gatshme për të përballur drejt për drejt me shqetësimet e tyre. Ata nënvizojnë se komunikimi me qytetarin është thelbësor dhe se institucionet duhet të tregojnë më shumë korrektësi dhe profesionalizëm në trajtimin e ankesave. Ndër sektorët më problematik përmenden shërbimet shëndetësore, energjia elektrike, shërbimi i kadastrës dhe sigurimet shoqërore. Qytetarët shprehen se në këto fusha po hasin më shumë vonesa, mungesë informacioni dhe procedura të gjata burokratike. Në asnjë mënyrë. Rastin konkret, sigurimet shoqërore, drejtori i përgjithshëm, Astrid Ado, i kam shkruar letër, kam bërë një vërejtje për mënyrën e llogaritjes së pensionit që nga viti 2012 që kam dalë. Një përgjigje që më jepet është krejt negative edhe pa përgjegjshme, sepse ka dy mënyra të llogaritjes së pensioneve. Mënyra e parë është me llogaritjen e pagës mesatare të 3 viteve të fundit, gjë që nuk është bërë sepse me këtë mënyrë jepet më shumë pension për moshatarët. Edhe këta zgjidhin një variant tjetër me një variant që është disfavor për pensionistat dhe prandaj pensionet dalin në vlera të ulta. Inshallah zgjidhen një kuadër që të mendoj për masën. Institucionet tona ka nevojë. Personeli duhet të jetë më i kujdesshëm dhe më i afërt me njerëzit. Sidomos mjekësia. Problemet e tjera, televizioni juaj, që unë e përshëndes, i ka bërë prezent. Edhe kur moti ishte i keq, edhe kur rrugët janë të prishura, e shumë problemet tjera. Ka mangësira sa dush, plot ka mangësira duhen. Ilaçet marrim në profarmacira, i marrim gjoja me ribursim, ato s'gjenden. Kur shkoni në institucion dhe trotisni i gjeni zgjidhjet? Nuk kemi pasur në një problem kemi pasur tek shtëpia kur bëjmë dokumentat e shtëpisë. Pastaj ato mbaruan edhe s'kemi pas. Por që besoj u vonuan? U vonuan shumë. Shumë. Dhe kjo lidhet me shërbimin? Patjetër. Si se jenë po pak me vonesë. Pse? Po ashtu funksionon. Në institucione nuk janë njerëzit e duhur, me meritokraci, me profesionalizëm. Janë njerëz të zgjedhur që spunojnë, që të bëhet detyra e një institucioni duhet të jetë titullari të breth në terren ta shikoj ku çalon puna. Marrim për shembull pastrimin. Kryetari apo çdo sektor tjetër, kryetari bashkisë të pak 2 ditë në javë duhet të lëvizë në gjithë qytetin ku të shikojnë një gjë që s'është bërë. Nuk ka kërkesë llogarie. Kjo është për të dëshiruar. Kjo është e meta kryesore. Të tjerë qytetarë theksojnë se administrata duhet të jetë më aftë profesionalisht dhe më e përgatitur për të përballur me kërkesat e publikut. Sipas tyre, përgjegjshmëria e punonjësve të institucioneve janë çelësi për përmirësimin e shërbimeve. Banorët e Vlorës kërkojnë që institucionet të funksionojnë me ritëm më efikas dhe me më shumë ndjeshmëri ndaj halleve të qytetarëve. Ata thonë se shërbimi publik duhet të ketë në qendër qytetarin dhe nevojat e tij, duke garantuar transparencë, korrektësi dhe përgjigje në kohë. Për të bërë një takim duhet të presësh për ditë dhe nuk të japin asnjë rrugë zgjidhje. Vërtet shkenca ka ecur, ka bërë online, bën të gjitha, por takimi ballë për ballë në oraret e caktuara nga vetë administrata të japin mundësinë të zgjidhësh problemet në kohën e duhur dhe të ikësh nga administrata me një kënaqësi, qoftë dhe kur merr përgjigje negative, ama ke një mikpritje, ke një sqarim, ke një që janë të detyruar me ligj shtetëror ta bëjnë administrata shtetërore. Shkalla e tretë që duhet të përmend është sipas mendimit tim, njerëzit nuk vijnë në zyra në bazë të aftësive profesionale
për të zgjidhur problemet e njerëzve. Në një kohë kur digitalizimi po shihet si zgjidhje për lehtësimin e procedurave, qytetarët kërkojnë që kjo të shoqërohet edhe me përmirësimin e komunikimit njerëzor dhe rritjen e cilësisë së shërbimit. Vetëm në këtë mënyrë, sipas tyre, mund të rikthehet besimi tek institucionet dhe të përmirësohet marrëdhënia mes administratës dhe qytetarëve.